praninë efektive me bicikleta në zonat pedonale dhe përgjatë vijës bregdetare. Ky model rrit jo vetëm perceptimin mbi sigurinë, por dhe efikasitetin dhe komunikimin e drejt për drejt me qytetarët. Vëmendje jashtëzakonshme po i kushtohet garantimit të sigurisë detare dhe ujore në tërësi, nëpërmjet njësisë policore detare, e cila prej 3 sezonesh tashmë është një njësi e konsoliduar e policisë shtetit në favor zbatimit të ligjshmërisë në hapësirën ujore dhe mbrojtjes së jetës së shëndetit të qytetarëve dhe pushuesve në këtë hapësirë. Njësia policore detare është në gatishmëri të plot 24/7 dhe në këtë kuadër dua të falenderoj përzemërsisht kolegët e Guardia di Financës për mbështetjen që na kanë ofruar gjatë gjithë këtyre viteve, veçanërisht dhe për mbështetjen që kanë ofruar këtë vit për të siguruar gatishmërinë teknike që mjetet e lundrimit do të jenë funksionale në menaxhim të sezonit turistik. Patrullimet dhe monitorimet shtrihen përgjatë gjithë vijës bregdetare në bashkëpunim dhe me rojën bregdetare, që për vit është në mbështetjen tonë dhe sigurisë detare dhe gjej rastin t'i falenderoj për bashkëpunimin e shkëlqyer në funksion të rritjes së sigurisë. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë sezon, njësia policore detare do mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri, me monitorimin përmes dronëve për të garantuar një kontroll më gjithëpërfshirës të territorit. Theksoj me vendosmëri se nuk do të tolerohet asnjë lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve. Kontrolli ndaj mjeteve lundruese, ndaj motorëve të ujit, skafeve dhe anijeve turistike do të jenë të pandërprera dhe të rrepta, duke verifikuar me rigorozitet dokumentacionin si dhe respektimin e korridoreve të sigurisë, vendbazimeve të miratuara. Ndërkohë, duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë një risi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruese direkt në hapësirën detare nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin TIMS, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Paralelisht me sigurinë në ujë, kontrolli ynë do shtrihet me vendosmëri të plot dhe mbi operatorët ekonomik që zhvillojnë aktivitetin e tyre në bregdet dhe në zona turistike në zbatim të detyrimeve në kuadër të task force-s ndërinstitucionale. Gjithashtu, parandalimi dhe goditja e krimeve mjedisore, sidomos asaj akustike në tejkalim të orarit, të përcaktuar me ligj, janë të tjera sfida për policinë. Argëtimi i disave nuk duhet dhe nuk mund të prish kurrësi qetësinë e të tjerëve. Prandaj, kontrolli ndaj subjekteve që zhvillojnë aktivitete që gjenerojnë muzikë në zonat urbane turistike nuk do të jetë rutinë, por do të jetë një shërbim i pandërprer. Ashtu siç e theksova, Shqipëria tashmë është pothuajse tër viti në sezon turistik, por gjatë verës ajo shumë fishohet. Një rol të rëndësishëm në sigurinë e jetës së vizitorëve dhe turistëve zën Forca Kombëtare e Sigurisë, Policia Alpine, Delta Force dhe Forca Speciale RNA, të cilat përgjatë vitit 2025, por dhe 6 mujori, kanë treguar gatishmëri për çdo rast emergjence, kanë kryer operacione kërkim shpëtimi apo ndërhyrje të specializuara duke garantuar siguri shtesë për turistët dhe qytetarët në të gjithë territorin. Siguria në tërësi do ishte e cunguar pa sigurinë rrugore, ku rrugët e Shqipërisë duhet jenë sa më të sigurta dhe kjo arrihet nëpërmjet mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor që tashmë po aplikojmë. Zero ndalime pa shkak e arsye, shtim në maksimum i teknologjisë me qëllim që të parandalohen aksidentet dhe të evidentohen shkelësit e kodit rrugor.